Gazeta greke Kathimerini ka hedhur dritë mbi sfondin e takimit të zhvilluar disa ditë më parë në Tiranë mes ambasadores amerikane në Athinë, Kimberly Guilfoyle, dhe kryeministrit Edi Rama, duke i lidhur atë me një projekt të mundshëm investimi në sektorin minerar në juglindje të Shqipërisë. Ajo që bie në sy në shkrimin e Kathimerini nuk është vetëm pesha strategjike e projektit, por mënyra se si ai po del në publik, jo përmes transparencës institucionale në Tiranë, por përmes shkrimeve të mediave greke në Athinë. Një marrëveshje që përfshin burime kritike, kapital amerikan dhe një investim potencial prej 1 miliard eurosh, por që deri më tani nuk është prezantuar në mënyrë të detajuar për publikun shqiptar, duke krijuar përshtypjen e një procesi që po zhvillohet më shumë në prapasken se sa në dritë. Sipas raportimit të medias greke, bëhet fjalë për një iniciativë greko-amerikane që synon shfrytëzimin e burimeve minerale në zonën e Bilishtit, me fokus të veçantë te mineralet strategjike. Marrëveshja kuadër e nënshkruar me BNI Foundation lidhet me bashkëpunimin ekskluziv për kërkimin, zhvillimin dhe shfrytëzimin e burimeve minerale kritike në vendin fqinj, Shqipëri, veçanërisht të nikelit dhe kobaltit. Burimet shpjegojnë se ky zhvillim vendos de facto një kompani greke në qendër të përpjekjeve evropiane dhe amerikane për sigurimin e lëndëve të para kritike, sidomos atyre të nevojshme për prodhimin e baterive për ruajtjen e energjisë elektrike, shkruan Kathimerini. Marrëveshja parashikon krijimin e një kompanie të përbashkët sipas legjislacionit shqiptar, ku grupi grek aktor do të zotërojë 51% të aksioneve përmes filialeve të tij, ndërsa 49% do të mbahen nga BNI Foundation përmes strukturave të saj. Kjo e fundit do të kontribuojë me të drejtat dhe licencat minerale që ka tashmë në zotërim. Në të njëjtin shkrim, Kathimerini thekson edhe dimensionin financiar dhe strategjik të projektit. Vlera e investimit në fazën e zhvillimit të plot parashikohet të arrijë 1 miliard euro. Është e rëndësishme që financimi do të mbështetet kryesisht në kapital amerikan, ndërsa projekti do të përfitojë këshillim teknik dhe mbështetje nga kompani me selinë SBA. Pjesëmarrja e faktorëve amerikanë nënvizon rëndësinë e projektit për zinxhirin furnizues perëndimor dhe shpjegon përfshirjen e aktorit i cili ka zhvilluar më parë marrëdhënie tregtare me kompani amerikane, për shembull në tregtinë e gazit natyror të lëngshëm. Interesi investues i kësaj iniciative greko-amerikane është i fokusuar në zonën e Bilishtit, vijon artikulli. Sipas Kathimerini, ky zhvillim lidhet drejt për drejt edhe me vizitën në Tiranë të drejtuesit e grupit aktor, Alexandros Exarchos, i cili shoqërohej nga ambasadoria amerikane në Athinë, gjatë së cilës u zhvillua edhe takimi me kryeministrin shqiptar. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama e ka përshkruar takimin si një bisedë në kuadër të interesave strategjike amerikane në rajon. Ambasadoria erdhi për një takim njohjeje, për të diskutuar disa çështje të interesit të lartë amerikan në rajon, që lidhen me energjinë, bashkëpunimin rajonal dhe qasje me forcave të treta. Ambasadoria e SBA në Athinë është një përfaqësuese e njohur në politikën amerikane, deklaroi Rama në një konferencë për shtyp.